Tash e kemi takimin me kryetarin dhe besoj që ai sapo ka përfundoi një konferencë para gazetarëve, di që përfundoi tash takimin. A keni ndonjë informacion, a është kontaktuar me deputati PDK-s paraprakisht për me mbështet vëvën që Jo, aktualisht po mendoj s'kam informacion por e fundi që ka pas një përpjekje, sepse qendrimi i PDK-s ka qenë i qartë edhe i deputetëve, edhe i strukturës sonë. Ne nuk kemi pas asnjë lëvizje të strukturës dhe deputetëve tonë për me bë përpjekje, me bë votë për të votuar në favor të koalicionit Vendosje Alternativa dhe Lista Vuxha. Por këtë çka mund t'ju them, sepse s'kam ende informata, si ka shku takimi, nga media të informova që ka përfunduar dhe dëgjova që kryetari i partisë sapo e përfundoi në konferencën e tij para media për me diskutu si ka shku. Tash kemi një mbledhje të grupit parlamentar, ku bën përpjekje para seancës, të informohemi se cilat kanë qenë informata dhe cila ka qenë mbërvajtja. Faleminderit.